treguesit se ti je i qetë dhe i kënaqur me caktimin e Allahut xhaleshanuhu janë tre faza, tre mënyra, tre hap shumë të rëndësishëm. E para është të bësh namazin e istikharës apo namazin e përzgjedhjes nga Zoti xhaleshanuhu. Çfarë kuptojmë me këtë gjë? Nëse jenë në mëdishje, a ta marrësh këtë fakultet apo atë fakultet? Ta bësh këtë shtëpi kështu ose ashtu? Të shkosh filan vendi ose vend tjetër? Ka një namaz i posaçëm me namazin e istikharës, bane këtë namaz. Edhe në momentin që shen një ëndër, një përjetim, nëse tanon mendja, ka ana, ka aja apo beja, ka e para apo ka e dita, mbaja ata dhe bëhu i qetë nga se Allah xhaleshanu ka përzgjedhur për ti që ta marrësh këto. Pra e para ishte me bërjen e namazit të istikharës, ka qetësosh zemrën tënde. E dita, të mos ndjesh hidhrim në rast fatkeqësie, por ta falendrojsh Zotin xhaleshanuhu e përmes falendrimit të largohet hidhrimi. Dhe e treta që është e rëndë, por ja që disa njerëz të devotshëm e kanë arritur, edhe në fatkeqësi kanë pas lumturi dhe kënaqësi. Vazhdimisht të jesh i kënaqur me Allahun xhaleshanu dhe ta duash me gjithë zemër krijuesin tënd, edhe në raste se të çon fatkeqësi dhe probleme të ndryshme, qofshin materiale apo shoqërore apo shpirtërore apo trupore dhe kështu me radhë. Do të thotë, të vinë fatkeqësi, të vinë problemet, e dashuria ndaj Allahut xhaleshanuhu të shtohet ti. Kjo është grada më e lartë e këtij adhurimi që besimtarët e drejtë dhe të dashur tek Allahu xhaleshanuhu e kanë arritur. Ke kjo gradë të nderuar besimtar, shumë musliman ikojnë dhe nuk arrin të japin provimin. Është duke falur 5 kohëshin e namazit, adhuron Zotin xhaleshanuhu me agjerim, me sadaka dhe kështu me radhë, një fatkeqësi ndodhen, e le edhe xhamin, e le edhe adhurimin, i le gjitha të mira që i ka pasur, me ndjenjën se Zoti nuk ndonë dhe nuk ka nevojë të shkojë në xhami.